prokuroria nuk ka arritur të vërtetojë se zoti Krasniqi ka dhënë kontribut të konsiderueshëm për krimet që janë kryer në cilësinë e tij si zëdhënës. Nuk është gjetur asnjë lidhje me zotin Krasniqi dhe krimeve përkatëse, çka do të thotë që nuk është vërtetuar asgjë përtej dyshimit të arsyeshëm. Pra këta dëshmitar nuk mund të vërtetojnë shpërndarjen e gjerë të deklaratave dhe duke mos qenë as antar të UÇK-s, nuk mund të vërtetojnë nëse këto deklarata kanë pasur një ndikim të konsiderueshëm në krimet përkatëse. Duke mos i treguar deklarata dëshmitarëve që lidhen me këto dëshmi, prokuroria nuk ka të drejtë të dalë me përfundimin se deklaratat janë shpërndarë në mënyrë të gjerë, se janë lexuar, se janë marrë masa në bazë të tyre apo që kanë kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në kryerjen e krimeve. Prokuroria nuk ka arritur të gjejë një lidhje mes rregulloreve të UÇK-s dhe krimeve në akt akuzë. Ajo që ka bërë prokuroria në paragrafin 545 të dosjes përfundimtare është që ka theksuar, ka marrë një rresht nga rregulloria e përkohshme, ju kujtohet besoj, ku thuhet, është një rresht ku thuhet policia ushtarake duhet të jetë e pamëshirshme me armiqt dhe me personat që në mënyra të ndryshme përpiqen të pengojnë apo të sabotojnë përpjekjen tonë për lirim. Dhe më pas shton se kjo ndikon në praktikat e oponentëve në terren, ka ndikuar në praktikat e oponentëve në terren. Dhe ata janë mbështetur në një poshtë shënim, do ju lutesha ta shikoni me shumë vëmendje. Sepse sipas nesh nuk vërteton se se ka pasur praktik nga policia ushtarake për që ne pamëshirshme në terren. Shumica e dëshmitarëve zakonisht folën për një rregullore të përgjithshme ku përcaktoshin detyrat e policisë ushtarake dhe pas prokuroria e përktheu siç deshi. Shumica e provave nuk kanë vërtetuar për ndonjë praktik të pamëshirshme në terren. Nuk e vërteton argumentin e tyre, sepse në fakt ata nuk kanë trajtuar thelbin e argumentit. Prokuroria në mënyrë të gabuar përpiqet të lidh praninë e zotit Krasniqi në disa vende krimesh të pretenduara me kryerjen e krimeve, pa dhënë një dëshmi të vetme apo një provë të vetme nëse ka parë ai persona të ndaluar në një vend apo nëse prania e tij ka kontribuar në ndonjë mënyrë në kryerjen e krimeve. Të hënën dëgjuam prokurorin kur tha se ka pasur më shumë se 50 vende ndalimi për të cilat janë ngritur akuzën në akt akuzë. Për shumicën e këtyre vendeve nuk ka asnjë provë që Jakub Krasniqi t'i ketë vizituar këto vende në kohën konkrete apo që ketë pasur dieni për ndonjë krim që t'jetë kryer atje. Nuk është dhënë asnjë dëshmi, asnjë provë që zoti Krasniqi të ketë qenë në këto vende, përfshirë Drenocin, Budakovën, Jeshkovën, Dobratin, Qirezin, Bobin, Bubull, Zllash, Verbanin dhe disa vende në Prizren. As nuk ka shpjeguar prokuroria se si mund të vërtetoj lidhjen mes personit në fjalë dhe vizitave në vendet e ndalimit. Por nuk mund të pretendojnë që zoti Krasniqi ka parë persona të ndaluar apo të ketë dëshmuar të ketë parë me sytë e tij ndonjë keq trajtim apo qoftë të ketë qenë i pranishëm në zonë apo të ketë kontribuar në ndonjë krim. Të thuash që thjesht ka qenë i pranishëm në një nga këto zona nuk mjafton. Këto janë pretendime shumë të dobta. Dhe prokuroria e bën këtë sepse në fakt nuk ka prova për të gjetur lidhje mes zotit Krasniqit dhe krimeve.